Monika Kryemadhi uron Metën në 56 vjetorin e lindjes, uroj që dhuratën më të bukur ta marrësh në 11 maj. Këtë të Monika Kryemadhi ka uruar në rrjetet sociale presidentin e Partisë së Lirisë në 56 vjetorin e lindjes. Ajo i uron edhe 100 metës dhe se shpreson që dhuratën më të bukur ta marrë në 11 maj. Dhuratat mund të jenë të ndryshme për ditën e ditëlindjes, por unë sot uroj që dhuratën më të bukur këtë vit ta marrësh në 11 maj, ku më shumë se kur çdo mik apo ish mik i yti, dashamirës, besoj, kanë mundësinë që të bëjnë veprimin më të thjeshtë duke të votuar ty, por që në fakt është mundësi ndryshimi për ta dhe për gjithë Shqipërinë, shkruan Kryemadhi.